Unë mendoj që 9 vjet janë mjaftueshëm për të kolauduar gjithë infrastrukturën dhe gjithë superstrukturën dhe gjithë arkitekturën e ndërtuar në 2016, e cila sigurisht ka problemet e veta, por ajo që është më e rëndësishme, them unë, është mënyra se si është zbatuar reforma. Dhe këtu, me thënë drejtën, ka probleme, unë do të quaj të rënda, sepse ka cënime të rënda të standardeve europiane, ka cënime të rënda të proceseve të rregull ligjore, ka nxitime për të bërë statistika, pra për të krijuar një drejtësi statistikore, jo një drejtësi drejtë. Dhe këto besoj që janë argumentet të cilat duhen marrë shqyrtim po nga politika, e cila ka krijuar dhe ka bërë këtë reformë. Unë mendoj që ky është momenti që të bëhet një studim i gjithë proceseve të ndodhura deri tani, e gjithë po themi akteve të cilat kanë bërë organet e qeverisjes së drejtësisë, në mënyrë që dilet një konkluzion dhe të shikohet mundësia se ku mund ndërhyet.